pavarësisht në Europë dhe në botë, për atë që shikoni si rrezik në zgjedhjet e 11 majit në Tiranë. Dalemi megjithatë së pari në zhvillimin e fundit sot ku thuhet se SPAK merr nën hetim e ka kërkuar të hënën bashkë me avokatin zëvendës kryeministren Zonja Balluku. Do të kishit ju një koment për të bërë në lidhje me këtë? Është shumë e vonuar nëse do ndodhi, është shumë e vonuar. Unë nuk di pse i kanë thënë të vitë të hënën, mund ta kishin marrë siç e kanë marrë edhe personat e tjerë. Gjithsesi mbetet për tu parë. Zonja Balluku është denoncuar nga ana e Partisë Demokratike prej vitesh tashmë dhe është e përfshirë në disa prej skandaleve më të mëdha të denoncuara nga opozita me kosto shumë të madhe në buxhetin e shtetit, por jo vetëm. Pra është një hap nëse do ndodh, është një hap që SPAK-u nuk kishte pse të kishte pritur kaq vite. Mbetet për tu parë se çfarë do bëhet më tej, në cilësinë po thritet Belinda Balluku. Pra është një person në hetim, është një person në dieni të një çështje që është duke u hetuar. Pra mbetet pra gjithçka për tu parë. Kjo nuk ç'bën në asnjë rast atë që neve kemi thënë më parë, që SPAK-u ka vepruar me shumë standarde. Belinda Balluku prej vitesh nuk duhet të ishte nën hetim tashmë, por duhet ishte nën akuzë, person nën akuzë dhe person i cili duhet të ishte ndëshkuar, por pa ndëshkueshmëria bëri jo vetëm që ajo të vazhdonte të ishte numër 2-shi në qeverinë e mëparshme dhe në këtë qeveri, pra duket që Rama ka pasur një tentativë për ta mbrojtur Belinda Ballukun, dhe vazhdon ta mbroj pra Belinda Ballukun, dhe nëse SPAK-u do kishte reaguar më përpara, atëherë nuk do kishte ndodhur masakra elektorale që ndodhi edhe në zgjedhjet e fundit të 11 majit. Neve kemi dëshmi, kemi fakte nga fieri, përveç atyre që janë